Alarm për dhunën ndaj kafshëve në Tiranë. Rasti i fundit rikthen debatin për sigurinë dhe shëndetin mendor. Një ngjarje e rëndë e raportuar vetëm pak orë më parë ka rikthyer në qendër të vëmendjes publike fenomenin e dhunës dhe abuzimit ndaj kafshëve në kryeqytet. Rasti, i denoncuar nga aktivistë dhe i shpërndar në disa portale përmes pamjeve filmike, pretendohet të ketë ndodhur në zonën e ish fushës së aviacionit, një vend ku sipas dëshmive qytetare incidente të ngjashme janë raportuar edhe në të kaluarën. Pamjet, të cilat kanë qarkulluar gjerësisht në rrjet, kanë shkaktuar indinjat të fortë publike, duke ngritur shqetësime serioze mbi sigurinë e kafshëve endacake dhe rrezikun që paraqesin individ që kryejnë akte të tilla dhune. Sipas reagimeve të aktivistëve, viktime e abuzimit ka qenë një qen i njohur nga banorët e zonës me emrin Nerina. Falë ndërhyrjes së vullnetarëve dhe organizatave për mbrojtjen e kafshëve, kafsha është larguar nga ambienti ku qëndronte dhe ndodhet aktualisht nën kujdes. Aktivistët pretendojnë se rasti nuk është episodi izoluar, por pjesë e një modeli abuzimi të përsëritur ndër vite. Ata paralajmërojnë se dhuna ndaj kafshëve nuk është vetëm krim ndaj qenieve të pambrojtura, por edhe sinjal alarmi për rrezik më të gjerë shoqëror. Ekspertët e kriminalistikës dhe psikologjisë sociale theksojnë se në shumë raste ndërkombëtare, dhuna ndaj kafshëve është konsideruar tregues i sjelljeve të rrezikshme dhe agresive që mund të shtrihen edhe ndaj njerëzve. Rasti ka rikthyer gjithashtu debatin mbi funksionimin e institucioneve të shëndetit mendor dhe menaxhimin e individëve me probleme të rënda psikike. Organizatat e shoqërisë civile kërkojnë më shumë investim në trajtim, monitorim dhe rehabilitim, për të parandaluar situata që rrezikojnë komunitetin. Një tjetër kërkesë që po artikulohet fort është forcimi i kuadrit penal për mbrojtjen e kafshëve. Aktivistët kërkojnë që abuzimi fizik dhe seksual ndaj tyre të trajtohet si vepër penale e rëndë, me dënime të ashpra dhe procedim të menjëhershëm nga organet e drejtësisë. Deri tani nuk ka një reagim zyrtar të detajuar nga autoritetet policore mbi identifikimin e autorëve, ndërsa qytetarët kërkojnë monitorim të zonës dhe hetim të plotë të rastit. Ngjarje të tilla, përtej indinjatës momentale, ngren një pyetje më të thellë për shoqërinë. Sa të mbrojtura janë qenjet më të pambrojtura? Dhe çfarë tregon kjo për sigurinë kolektive?